sepse nuk është kaq e thjeshtë. Po të shikojmë të dy palët, kanë zgjedhur strategji të ndryshme. Partia Demokratike nuk preferon të kandidojë për një gjysmë mandat për pushtetin vendor në Tiranë, një figurë të profilit lartë politik, për arsye që duhet ta shpjegonte vetë. Ndërkohë nuk e ka pranuar shpjegimin publik, por po e komentojmë ne dhe po e analizojmë aq sa arsyetojmë dhe e njohim skenën politike. Nuk e bën për shkak të disproporcionalitetit elektoral që kanë të dy palët. Të gjitha ato që thoni ju, që parathuhet, ai rezultati i pritshëm i këtij. Në kushtet kur Partia Socialiste është e strukturuar elektoralikisht në atë farë feje që nuk është opozita dhe e shoj. Madje janë ndarë, ndërkohë regjimi ndihmon me një grafik, se kemi bërë dhe një grafik për ndarjet në njësitë përkatëse, se si janë mobilizuar nga takimi i Betejë në teren elektoral është betejë strukture, nuk është më oratorie, programesh, projektesh, profilesh e tjerë. Duhet jemi të sinqertë. Domethënë, të dy palët po përpiqen të krijojnë kontrasti me njëra tjetrën. Opozita në pamundësinë e projektimit të fitores siç e dëshirojnë, edhe ne për shkak të rotacionit që duhet të ndodhë, dhe kjo është një dëshirë gjithë publike në Shqipëri, nuk e rejndodhe dhe po bën një lojë politike të një natyre tjetër. Domethënë, po krijon alibin, po e quaj unë, që po pranon alternativat që në emër të një konsensusi gjithë opozitar, ka hapur diskutimin, sikur ka kohë të padiskutueshme, kohë në dispozicion, ndërkohë që kohë në dispozicion nuk ka. Po kjo është një lloj, po themi, një tinzaritet politik që duhet ta kuptojmë. Zoti Berisha pati sot një takim me kryesin, tha në një farë mënyrë që unë mbështes kandidaturat e pavarura. Ka një dikotomi. Dhe bëri dhe ftesë madje profesionistëve. Cila është dikotomia? Posti i kryetarit Bashkisë së Tiranës është një histori politike për të dy palët politike. Pra, është ai ishte Këte e tuti kam përshtypje s'ka bashkiak të kryeqyteteve në mos janë të projektuar si kandidat për kryeministra, janë potencialisht kandidat për politikanë të rëndësishëm. Kjo është histori. Këtë do të marrim Romën, do të marrim Athinën, do të marrim Prishtinën për minimalizoj. Rama ndryshoi këtë traditë pra. Rama ishte i pari që ndryshoi traditën. Nuk është edhe në kohën e Partisë Demokratike, edhe pse nuk ka pasur numerikisht shumë kryebashkiak Partia Demokratike, kryebashkiakët e kohës apo mandateve të Partisë Demokratike kanë qenë dhe në poste të rëndësishme partijake dhe politike, që nga zoti Brojka, më herët edhe të tjerë në fillim të viteve 90. Pra, këtu ne vim tek një gjë. Partia Demokratike në këtë situatë, në këtë kontekst para elektoral, nuk ka preferuar që të marrë një profil. Edhe për shkak të kësaj gjëje, që po e themi. Dhe ka zgjedhur alternativën që në fakt është një rikthim te modusi i 2005-s. Por me një ndryshim, se ne nuk e ka përcaktuar ende. Dhe fakti që nuk po e përcakton, e ka gjetur se thotë që duhet arrijë një konsensus, një lojalitet me gjithë spektrin opozitar, prandaj vetëm një gjë kemi të sigurt, që të paktën këtë e konfirmojnë edhe formalisht edhe informalisht, që do të jetë një përfaqësues nga shoqëria civile. Po pse? S'do jetë nga Partia Demokratike, pak a shumë këtë tha sot. Tashi. Mbështeti kandidaturat e pavarura e bëri thirrje profesionistëve intelektualëve, kjo është mos që ta fitojmë korrekt. Zoti Berisha, po. Kjo është analiza. Dhe të dyja palët këtu e mbyll qasjen time të parë. Po, se shkëm të zonja Çavushaj. Thonë, njëra ka zgjedhur si është, si do të jetë, domethënë PS-ja meqense e ka, dhe tjetra vjen me atë që thotë si duhet jetë. Po nga e thëna në të bërë, e dim ne shumë mirë se çfarë.